Zgjidhjen e ekuacionit, a janë bashkë ata apo jo, e ka dhënë Xheneta. Fjalën e kam për çiftin Gjesti dhe Egli, të shumë komentuar që pas mbarimit të Big Brotherit ka një uri si në media, por edhe tek fansat dhe të ndjekësit e tyre, për të mësuar më shumë mbi këtë raport i cili për hir të së drejtës në Big Brother ka qenë në ujëra jo të qetë. Xheneta, si një opinioniste në e diell, u shpreh që është çifti ai që po e përndjek atë dhe i ka parë ata në hotelin ku ai qëndron këtu në Tiranë kur vjen për të regjistruar e diell. Në një formë apo në tjetrën, ajo ka treguar që Gjesi dhe Egli pra që nganë bashkë dhe i ka parë ata në hotelin ku ai qëndron. Pikpyetja më e madhe është si është raporti e më në fund kemi marrë një përgjigje edhe këtë jep Xheneta, e cila ka pasur një histori dashurie me Gjesti në Big Brotherin e Kosovës, por nuk ka pasur një ballfaqim midis tyre, nuk ka pasur një diskutim apo një sqarim të gjithë raportit që ata kishin në Big Brother, por më së shumti Xheneta ka komentuar lojën e tij në Big Brotherin Shqipërisë tek e diell, edhe Gjesti ka qëndruar më shumë indiferent. Nga ana tjetër sot, Xheneta ka bërë një tjetër deklaratë, duke marrë në mbrojtje le të themi diellsen shumë të komentuar dhe ajo për një figurë e përfolur, për jo një figurë fizive e njohur. Ajo ka thënë që nuk është diellza që përflitet nga gazetarët nëpër mediume të tjera, duke kërkuar që ta lënë çikën të qetë. Pra edhe një tjetër merak për Xhenetën është që diellza e Gjestit të mos ngacmohet dhe të lihet e qetë në jetën e saj. Një çift të ri mund të lind nga Big Brotheri, edhe pse brenda kanë pasur diskutime të egra dhe le të themi ballafaqime të forta. Fjalën e kam për Valbonë dhe Xhibani kur së bashku, ku kjo dyshe janë parë bashkë në një sketch që edhe ata kishin pjesë e Big Brotherit ku e i provizuan edhe jashtë. Nuk e dim se si do të vazhdojë raporti i tyre, por një gjë është e sigurt që tani po bëhet gjithçka për lojë, e nëse loja Big Brotherit ka mbaruar, për disa ende jo, pasi kështu në një mënyrë apo në tjetrën e gjen veten për të qenë më pranë publikut, por edhe duke ngacmuar me raporte që brenda asaj shtëpie kishin të këqija, e tani dalin krah për krah njëri tjetrit. Kurse në fanpage-et e Gjestit, një datë përqarkullon, data 8 maj. Me shumë mundësi, kjo datë do të jetë kur do të lançohet edhe projekti i tij i parë, projekti që do të vi pas një rrugtimi 6 mujor që Gjesti ka bërë në Big Brother dhe shumë po kërkohet nga ndjekësit dhe nga audienca për ta parë atë në muzikë, aty ku i flet dhe shpirti. Nuk e dim nëse ky informacion është i saktë, po siç e thash në këto fanpage, po qarkullon data 8 si një surprizë që do të vijë në mënyrë të befasishme për të gjithë ne. Duket sikur është një dorë që organizon të gjitha këto. Fjalën e kam për përfshirjen e Xhenetës në marrëdhënien që ka apo jo Gjesti dhe Egli, po nga ana tjetër ka dhe një kuriozitet, ka dhe një rritje të audiencës sa i përket këtyre emrave. Interesante do t'ishte nëse do të shikonim në një emision të tre, në një ballafaqim apo në një djalë televizive Gjestit, Eglin dhe Xhenetën. E sigurt është që do të pushtonin media sociale, do të pushtonin vëmendjen e të gjithëve dhe do të mbizotëronin në showbiz.